Në ambientet e shkollës së mesme të mjekësisë u organizua Ditë e Hapur, një aktivitet që e shndroi shkollën në një qendër të vërtet demonstrimi profesional dhe edukativ. Përmes demonstrimeve praktike dhe angazhimit të madh të nxënësve, semi-maturantët patën mundësi të njihen nga afër me njohuritë dhe aftësitë që fitohen gjatë procesit mësimor në këtë institucion. Vizitorët u pritën nga nxënës dhe profesorë të cilët prezantuan punën në drejtime të ndryshme të fushës së mjekësisë dhe farmacisë. Gjatë aktivitetit u realizuan demonstrime të anatomisë së trupit të njeriut, matje të tensionit të gjakut dhe nivelit të sheqerit, si dhe prezantime të ndryshme që lidhen me përgatitjen farmaceutike dhe kujdesin shëndetësor. Me profesionalizëm dhe përkushtim, nxënësit treguan nivel të lartë përgatitjeje praktike, duke dëshmuar cilësinë e mësimdhënies dhe punës që zhvillohet në këtë shkollë. Unë sot kam zgjedhur të prezantoj eshtrat, të cilët janë shumë të rëndësishme në trupin tonë, pasi që ata neve na mundësojnë të kemi trupin drejt, i mbron organet e mbrendshme e kështu me radhë. Trupi ynë ka 206 eshtra përafërsisht, me anë të cilës ata neve na mundësojnë gjithçka që të bëjmë. Unë mendoj se çdo nxënës duhet të shikojë të ardhmen e tij, me anë të cilës ai duhet të përshtatet edhe me ambientin. Mirpo unë, si nxënës e shkollës së mjekësisë, e zgjodha shkollën e mjekësisë që të kem një të ardhmë sa më të mirë. Kam zgjedhur të prezantoj veshkën. Në trupin e njeriut kemi 2 veshë, të cilat gjenden në pjesën peritoneale. Ato domethënë gjenden poshtë brinjeve në pjesën e mesme dhe veshka domethënë është një organ shumë i rëndësishëm pasi ajo bën qarkullimin e gjakut. Ato duan të kishe sugjeruar këtë shkollë edhe nxënësve të tjerë që pritet të regjistrohen në shkollë. Po, ato që duan ta vazhdojnë mjekësinë pse mos e bëjnë. Shembull, ato që e kanë ëndër, mos t'i ndalojnë ëndrat e tyre, ta vazhdojnë deri në fund, sepse munden. Po, sot domethënë ne prezantojmë drejtimin e farmacisë, domethënë ku është një drejtim i ri i cili hapet domethënë sot dhe ne prezantojmë para të gjithëve se si përgatitet sapuni, se si përgatitet labella dhe mbushja e kapsulave. Kjo gjenerate ka shansën dhe fatin të aprovoj këtë si drejtim si është. Domethënë këtu mësohet baza e kësaj si drejtim është barna, si ruhet, si përgatitet, domethënë si përdoret. Përshëndetje, ne këtu jemi duke e bërë labellon në mënyrë bio. Pra është e rëndësishme të mirë mbajmë buzët, sepse janë sendi i parë që prishën në fytyrë. Ne këtu e kemi formuar labellon me vaselin, me trëndafil. Vendosim trëndafil të thatë dhe shtypim me avan. Dhe mbi të vendosim 10 pika vitamin E, që ndihmon me thatësinë e buzëve. Dhe më pas e zbusim vazelinën me parafin. Shkolla e mesme e mjekësisë mbetet ndër institucionet më të kërkuara nga nxënësit, për shkak të mundësisë së punësimit direkt pasi marrin diplomën. Për këtë arsye, çdo vit numri i aplikimeve për regjistrim e tejkalon dukshëm kapacitetin ekzistues që mundson vetëm 200 nxënës në vit të parë. Andaj drejtori Jeton Sulejmani tha se kërkesa për paralele të reja mbetet në fuqi. I pyetur se pse nxënësit duhet të zgjedhin këtë shkollë, shprehet. Kapaciteti është dikun 200 nxënës, të cilët do regjistrohen në klasën e parë. Nga ato kemi disa drejtime, motër medicinale, teknik farmaceutik, teknik dhëmbësh, prej të cilëve 100 nxënës planifikojmë shqiptar, 50 turq dhe 50 maqedon. Më shumë interesim ka për drejtimin motër medicinale, me të cilin edhe vitin e kaluar u përballëm me një numër të madh të nxënësve, cili është interesimi shumë i madh, duke pasur nga ajo se mundësit janë pak më të vogla, me cilët kemi kërkuar edhe nga Ministria që të na japë pëlqim edhe për një paralele shtesë, paralele shqipe, të cilën nuk mundëm të arrijmë, po ashtu nëse prap do jetë konkurenca më e madhe, nxënësit do t'i nënshtrojnë një provimi, të cilët ato cilët do ta kalojnë provimin do pranohen në shkollën tonë. Kujtojmë se shkolla e mjekësisë ka tërhequr vëmendjen e nxënësve për vite me radhë, duke u shndruar në një nga zgjedhjet kryesore për arsimin e mesëm profesional. Interesi i vazhdueshëm për këtë institucion lidhet me profilin e saj të orientuar drejt praktikës dhe mundësive të shumta që ofron në fushën e shëndetësisë. Me një traditë të konsoliduar në përgatitjen e kuadrove të ardhshme, shkolla mbetet destinacioni i preferuar për qindra semi-maturant çdo vit, të cilët e shohin si hap të sigurt drejt karrierës profesionale.